këtë raportin e Ibarit, në fakt nuk çuditem me këto 9 që na kanë ngelur, çuditem me ato 19 që na kanë kaluar, me thënë të drejtën. Sepse këtu jetoj edhe unë, si qytetar i këtij vendi, dhe problemet i shikoj në përditshmërinë time, në një farë mënyre. Dhe kur bëjmë ndonjë vizitë andej në vendet europiane, që i kemi për kufi ose matandetit, e kuptojmë diferencën fare kollaj. Nuk është çështja a ka bollëk, nuk është çështja po themi, ku diun, qa kuzhine kemi këtu gjitha këto. Nuk është kjo. Është çështja që çfarë raporti kemi me shtetin, çfarë shërbimesh marrim, a gjejmë zgjidhje, a kemi përkraje, etj, si trajtohemi e kështu me radhë. Dhe në të gjitha këto aspekte, ne shohim që kemi probleme të mëdha. Probleme me zbatimin e ligjit, probleme me korrupsionin, probleme me çdo lloj, domethënë probleme me mjedisin, sot lexova që ishim të fundit në Europë për cilësinë e ujit. Ne kishim edhe më keq ne kemi probleme me çdo institucion shtetëror, me çdo institucion shtetëror, me të gjitha, absolutisht me të gjitha. Pra, kush thot ndryshe, po flet në mënyrë kështu partizane, etj, por ama kush flet si qytetar që përballet këtu dhe ka vendosur të jetojë këtu, i shikon problemet dhe problemet janë aty gjithkohës. Në këtë sens, unë gjithmonë e kam parë këtë proces si europianizim më shumë se sa integrim. Pra jo në sensin formal të dokumentave, të kushtëzimeve që vendosin burokratët e Brukselit ose edhe të vendeve antare. Por përmbushjen e ca standardeve që do na e bënin jetën më të mirë. Por edhe të një lloj fryme europiane që do duhet ishte, si më thënë, përhapur në këtë vend dhe nuk është përhapur. Jemi shumë bizantin akoma dhe jo as pak europian. Jo, sa herë që bëhen anketa për integrimin në Bashkimin Evropian, dy gjëra kanë shqiptarët, duan Amerikën edhe duan integrimin BE, pse asnjëherë s'kemi qenë. Një gjë është të thuash e dua dhe tjetër gjë është shikojmë pastaj si veprojmë kur. Unë ashta e do politika se shqiptarët e duan. Shiko, edhe shqiptarët nuk duam që të bëjmë kështu bashkëpërgjegjës për çdo gjë, po në një farë mënyre ky është ai popull i cili mban këtë lloj qeverie dhe qeverisjeje në një farë mënyre. Dakord, nuk po themi që ka qenë gjithmonë kështu, kanë pasur ideale të tjera njerëzit, mirë po ja të kemi sot, këtu jemi dhe ne kemi këtë qeverinë e Zotit Rama në mandatin e 4. Mund të thuhet shumë e shumë gjëra, jo i vodhi, jo i bëri, etj, nuk besoj fare të këto farsat me qira fjala, po e them hapur këtu. Besoj që populli e ka votuar më shumë Ramën se sa alternativat e tjera. Kjo është çështja. është shumë e komplikuar kjo. Le të jetë shumë e komplikuar, unë po e them kaq thjesht sa që e besoj unë dhe e shoh unë. Dhe në këtë sens, unë dhe Ilda po zoti. Më lejo, pastaj po deshe. Dhe Enver Hoxhën populli e votonte, në fakt, po kishte demokraci. Jo, ishte tjetër popull ai, popull që nuk e kalonte dot kufirin se e vrisnin. Ndërsa ky është popull i ndryshëm. E kalon kufirin pa pikë problemi kur e shikon si zgjidhje. Dhe e ka kaluar dhe se ka ngrit zërin këtu. Ka zgjedhur ti kanë. Në mënyrë tjetër. Pra. Të vret në mënyrë tjetër, po jo se... Jo, shikoni, nëse doni që të flasim hapur për këto gjëra. Unë besoj se Zoti Rama sot mbahet nga një lloj koalicioni frike. Unë e kam quajtur, e kam thënë edhe e them prap. Po frike nga çfarë? Jo frike se po i vret Rama tani siç i vriste Enver Hoxha njerëzit. Jo në këtë sens. Frike nga e nesërme dhe nga alternativa që do duhet ishte serioze. Nga Partia Demokratike mbi të gjitha, po edhe partitë e tjera të opozitës. Frikë nga alternativa. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin që, shikoj, e di se është puna, kush janë ata që votojnë Zotin Rama sot? E kaluam nga integrimi xhanëm tek pse jemi këtu ku jemi. Administrata,